Qeveria paralajmëron uljen e çmimeve të derivateve. Një ditë para se të përfundojë afati për masat ekonomike që i vendosi qeveria, kryeministri Kristian Mickoski tha se prej që çmimet të stabilizohen dhe dizeli të jetë më i lirë për 6.5 denar. Ai paralajmëroi seancë qeveritare online për nesër dhe, siç tha, vendi do të mbetet me çmimet më të ulta të karburanteve deri tani. Norma preferenciale e mëparshme për benzinën prej 10% do të kthehet në 18%, ndërsa sa i përket akcizave do të mbahet ulja prej 2 denarësh për litër për naftën dhe benzinën pa plumb 95 dhe 98 oktan, sepse mesatarja në gjysmën e dytë të majit për naftën dhe benzinën pa plumb sillej midis 1.000 dhe $1.200 për fuqi. Ai shtoi se do të vazhdojnë të negociojnë me Oktan për zbritje shtesë. Po negociojmë me Okta për të parë se si do të jetë. Ndoshta mund të marrim një zbritje shtesë prej andej të paktën për gjysmën e parë të qershorit. Kur i marrim parasysh të gjitha këto masa, atëherë pres që çmimi i benzinës të mbetet i njëjtë ose të ketë një rritje të vogël prej gjysmë denari dhe nafta të bëhet më e lirë për rreth 6 denare gjysmë, 6 deri në 6.5 denar. Këto janë afërsisht numrat që tregojnë llogaritjet tona dhe do të shohim se si do të bëhet llogaritja rregullatore. Sipas tij, periudha 3 mujore ishte dinamike. Presioni mbi stacionet e benzinës ishte shumë i madh dhe kishte ditë kur ishte rreth 50% më i lartë se zakonisht, duke marrë parasysh ditët normale të rregullta.